mes dallgëve të egra të mesdheut, për shekuj të tërë. U ndronin anije të vogla dhe të shpejta, të komanduara nga burra të pamëshirshëm, të stërvitur dhe të etur përfitore. Ata ishin piratët shqiptar, ujqit e detit, të cilët nga Iliria e deri në epokën osmane sfiduan perëndërinë romake, Venedikun, Spanjën, Francën dhe të gjithë fuqitë detare të mesdheut. Rënjët e piraterisë shqiptare shtrihen thellë deri tek fiset e lashta ilire. Fise si Labeatët, të vendosur pranë liçenit të Shkodrës dhe Begërdetit të Adriatikut, njiheshin për sulme ndaj anijeve romake dhe greke. Në shekullin e tretë, Iliria ishte një fuqi detare. Anijet ilire, të vogla dhe të shpejta, ju ndronin me një shpejtësi të frikshme nëpër Adriatik, duke kapur dhe plashkitur anije tregtare. Ky stil luftimi i dha Ilirisë reputacionin më të frikshëm të mesdheut në atë epokë. Njerëzit shpesh flasin për piratë si figura të errta dhe të padisiplinuar. Por një nga piratët më të famshëm të hishterisë ishte një mbretëresë shqiptare. Teuta, sunduese e Ilirisë, nuk i ndaloi piratët, ajo i legalizoi. Ata kishin leje mbretërore për të sulmuar anijet romake dhe greke. Roma nuk e duronte dot këtë sfidë. Në vitin 229, shpërtheu lufta iliro-romake. Teuta u bë simbol i rezistencës detare, një heroinë që sfidoi superfuqinë e kohës me flotën e saj të vogël por të pamëshirshme. Pas shekujve të lashtë, historia nuk mori fund. Ajo rifilloi me forcë. Nga shekulli 15 deri në shekullin 19, fuqia u shndrua në bazën më të frikshme të piraterisë shqiptare në mesdhe. Evropianët i quanin ujqinakët lupi di mare, ujqit e detit. Në kulmin e tyre, fuqini kishte qindra piratë, vendas dhe të huaj. Flota e tyre ishte e shpejtë, manovruese dhe aftë të zhdukej në sekonda pas sulmeve. Bregdeti shkëmbori ulqinit, shndrua në një labirint të fshehjes, tunele dhe limane të errta, ku piratët ruan një plaçkën dhe robrit. Piratët shqiptar nuk ishin bandit të thjeshtë. Ata ishin strategë, navigatorë dhe luftëtar të ashpër. Ata përdornin anije të vogla, zakonisht me 1 ose 2 vela, të quajtura galliote, ideale për manovrim. Stili i tyre afroheshin shpejt, hidhnin grepat e marrjes, kapnin anijen brenda pak minutash. Puna e tyre ishte sezonale. Dimrit, piratët shpesh bënin tregti, kontrabandë ose diplomaci. Verës, deti i hapur ishte skena e tyre. Një kapiten i egër ulqinak, i frikshëm për trimërinë dhe shpejtësinë e sulmeve. Flota e tij terrorizonte brigjet italiane. Ai ishte Likat Ceni, njëri nga piratët më të organizuar, që shpesh vepronte si komandant i flotave osmane dhe pirate njëkohësisht. Ishte Hajdi Alia. Ndërsa Arnaud Mami, pirat legjendar, kapiteni i flotës së Algjerit, u bë i famshëm për kapjen e Miguel de Cervantes në vitin 1575, autorit të Don Kishotit. Murat Reis Plaku, një tjetër pirat shqiptar, që u ngrit deri në admiri në flotën e Tripolit dhe Algjerit. Barbarossa dhe Orush Reis, vëllezërit e famshëm pirat Osman Berber, me prardhje shqiptare nga ana e babait. Piratët shqiptar nuk ishin të vetmuar. Ata ishin pjesë e një rjeti mesdhetar që përfshinte
Korsarët osmanë, piratët e Algjerit, Tunizisë dhe Tripolit, piratët maltez të konvertuar në islam. Osmanët shpesh i përdornin piratët shqiptarë. Në një lloj bashkëpunimi, pirati merrte një pjesë të plashkës, ndërsa në këmbim sulmonte armiqtë e perandorisë. Ulqini u bë qendra e tregtisë së skllëburve. Robërit europian dhe afrikan shiteshin në tregjet osmane dhe afrikane. Pirateria shqiptare u dobësua vetëm kur fuqitë europiane ushtruan presion të fortë mbi perandorinë osmane. Traktati i Beogradit i vitit 1739 detyroi portën e lartë të godiste piratët ulqinak. Në shekullin e 19, në rënien e perandorisë osmane dhe me pushtimin e ulqinit nga Mali i Zi në vitin 1880, pirateria shqiptare mori fund. Një epokë e gjatë, brutale, por plot heroizma, u mbyll përgjithmonë. Në historinë e Mesdheut, piratët shqiptarë nuk ishin thjesht grabitës. Ata ishin navigator, luftëtar, diplomat dhe shpesh instrument politik i fuqive të mëdha. Nga Iliria e Teutës te portet osmane e deri te brigjet e Afrikës së Veriut, ata kanë lënë gjuhën të përjetshme. Kjo është historia e ujqërve të detit, piratëve shqiptarë, që sunduan Mesdheun për më shumë se 2000 vjet.